Nuk ka të bëj me një ndarje, ka të bëj ma shumë me mënyrën se si e vlerëson dhe si e shef rolin si cili prej neve mrenda. Kjo është ajo që e ka karakterizu edhe aktin e Hikmet Bajramit, është nënkryetari shef e grupit parlamentar, në këtë mandat që e kalum. Nuk është mu, se ka jep dorëheqje, po dhe revokushme. Po kretë jemi në dorëheqje, do nëmë sot nënkryetari në dorëheqje. Po ajo ka jep hic kthehet. Kjo është ajo që duhet me kuptu bukfalisht. Duhet me ndërtu, le themi, kulturën e respektit edhe të vlerësimeve, sepse krejtë njerëzit nuk reagojnë situata politike njëjtë. Kjo është normale në politikë, unë më ballafaqu me dorëheqje të Isa Mustafës, si kryetari i LDK-s, në kohën kur është vendos standardi edhe është rujt standardi politik. Kemi qenë kejtë në ndorëheqje, kemi ndërtu proces, o dhe më hynë garë, sepse unë sot po flasë edhe si njeri prej kandidatëve që para kësta e here kam qenë në garë pas ndorëheqjes kryetarit dhe kësë më hynë garë. Dhe do të kemë kohë me diskutu këtë qështë. Pyetja është kjo, do të të ajon, sepse kemi dy reagime, të cilat pak a shumë kanë qenë edhe një vijë e funksionimit thuaj se opozitar, kush ka përcjell nuansa, ka mujt me etu që Zulja Bajrami dhe Zoti Hoti kam pas një dozë oponence ndaj Zotit Abdigjiku edhe me vite, këto vitet që ka qeverisa i me LDK-n. Pra, pyetja ime është kjo, do thot, a nënkupton këtë ton më i lartë i tyre, edhe ndonjë ndryshim të qasjes, ka shi pragmatizmit për cilët fole, pra idesë bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje apo me taborin opozitar, apo është çështje thjesht parimore dhe çështje leadershipit, apo brenda kësaj ka edhe një ndarje të opinioneve. Tazëm dilema që do t'i shtrohet LDK-s tash është a do të pranoj një ftesë nëse vjen nga lëvizja vetëvendosje për të bashkëqeverisur apo për zgjedhur presidentin apo për cilin do bashkëpunim, apo do të orientohet nga një tabor më i ashpër antiqeveritar, antishumic në muaj të ashëm. Asgjo me le të themi konceptin politik këtu. Kemi qenë unik të 20 deputetë e LDK-s në vitin e kaluar, kemi qenë unik sa i përket qasjes, mënyrës se si me përballu atë krizë politike, sepse këtu e kemi diskutu, edhe orëm ka njëri për atyre që kom paralajmëru, edhe në LDK është kuptu me kohë që është një krizë e programuar, që ne kemi me kalu krejt, me vështërësi serioze që po, edhe ka qenë befasi, apo nuk ka qenë befasi, është diçka tjetër, po 28 dhjetori, o shtysi datë me ardhën aty më mojtë zedhet edhe u bo akt, u kry kjo punë. Nuk kem pas asë një dallim sa e përket, kur e përmena konceptin e pragmatizmit, bashkëpunimit ka të bëjë ma shumë me qasje, me mënyrën, se si përballë situatës vështirë gjindemi ne. Se si e menaxhojmë rolin ton me përballu një sfidë, një problem, një krizë politike, një situatë politike, sepse ne nuk kemi kriju për herë të parë, nuk ka kriju proces, mas zgjedhjeve të shkurtit kaluar. Nuk ka kriju. Ne kemi pranuar rezultatin edhe herën e kaluar me natën e zgjedhjeve Zoti Abdigjiku, sigurisht tash ka dalë me qendrim politik, e ka marrë përgjegjësinë, e ka definuar rolin bilater, ka thonë ne jemi opozit, edhe ka mujt